Prishtina edhe sot ka mbetur pa shërbim të transportit publik, pasi protesta operatorëve të linjave urbane po vazhdon për të dytën javë me radhë. Situata ka shkaktuar vështirësi të mëdha për qytetarët që mbështeten në autobusat urban për lëvizje brenda kryeqytetit. Kryetari i Sindikatës së Trafikut Urban Ilmi Gashi ka konfirmuar se protesta nuk do të ndërpritet deri në momentin kur Komuna e Prishtinës të shlyejë borxhin ndaj operatorëve publik dhe atyre privat. Protesta do të vazhdojë derisa komuna të përmbush obligimet ndaj nesh, sigurimin e fondeve të nevojshme për pagesat dhe stabiliteti i shërbimeve të transportit urban janë dy kërkesat tona bazë, ka deklaruar Gashi. Ai ka shtuar se vendimi për transferimin e mjeteve është marrë të premten, por ende nuk ka arritur për vërtetim në Ministrinë e Financave. Edhe ndërmarrja e trafiku urban në një njoftim të lëshuar ditë më parë ka bërthirë që institucionet përgjegjëse të përshpejtojnë procedurat për transferimin e fondeve. Kryetari i PDK-s dhe kandidati për kryeministër Vedri Hamza ka deklaruar se vizita e tij dy ditore në Washington DC ka qenë thelbësore për prezantimin e vizionit të tij për zhvillimin e Kosovës dhe për rindezjen e partneritetit strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Hamza tha se agenda ka qenë intensive, ndërsa ka konsideruar jetike që në takimet e tij të përçoi një mesazh të qartë për të ardhmen e vendit. E konsiderova jetike të paraqes vizionin tim për zhvillimin e Republikës sonë dhe rindërtimin e partneritetit të thellë mes Kosovës dhe administratës amerikane, deklaroi ai. Gjatë vizitës Hamza takua me zyrtarë të lartë të Shtëpisë së Bardhë, Këshillit Kombëtar të Sigurisë dhe Departamentit të Shtetit. Ai ishte gjithashtu i ftuar në një takim të veçantë me Fondacionin Heritage, të organizuar nga James Carefano, këshilltari i lartë i presidentit Trump. Është përmbyllur afati për deklarimin e koalicioneve dhe aplikimi për certifikim të pjesëmarrjes në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të cilat do të mbahen me 28 dhjetor 2025. Gjatë kësaj periudhe, sipas KQZ-s, kanë aplikuar 23 subjekte politike, prej të cilave 3 koalicione, 17 parti politike, 2 iniciativa qytetare dhe 1 kandidat i pavarur. Lëvizja vetëvendosje do të garojë në koalicion me 3 parti të tjera, Guxo, Alternativa dhe Partia Shqiptare Demokristiane. Ndërsa PDK, LDK-AK e Nisma Social-Demokrate do të garojnë të vetme. Deri me 7 dhjetor 2025 këto subjekte politike që kanë aplikuar për certifikim deri në përfundim të afatit duhet të dorëzojnë përmes platformës listën e tyre me emrat e kandidatëve për deputet të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Pretendon se ka materiale të mjaftueshme që dëshmojnë se presidenti aktual serb Aleksandar Vučić ka qenë i përfshirë në ashtu quajturin safarin e Sarajevës, ku janë qelluar me snajper civilët në Sarajevo. Madje, gazetari investigativ kroat Domagoj Margetić ka dorëzuar dosjen në prokurorinë e Milanës për ta hetuar lidhjen e Vučićit me këtë ngjarje. Margetić tregon se ka punuar mbi 2 dekada për nxjerrjen në dritë të këtyre fakteve. In 1992, Aleksandar Vučić Në vitin 1992, Aleksandar Vučić, si student i ri udhëtoi nga Beogradi si vullnetar ushtarak në njësitë ushtarake të serbëve të Bosnjës pranë Sarajevës. Ai u dërgua në një njësi paramilitare, të ashtu quajturën Njësia Qetnike e Sarajevës së Re, e komanduar nga Slavko Aleksić dhe atje qëndroi për disa muaj. Ajo ishte periudha kur sipas pretendimeve safarit njerëzor nisën të funksiononin si aktivitet dhe pozicioni më i shtrenjtë dhe ekskluziv për të marrë pjesë në këto safari ishte varrezat heroike në Sarajev. Nuk ka dyshim, thuhet se Aleksandar Vučić ishte i vendosur në varrezat hebraike në Sarajev gjatë luftës, sepse ky pozicion bëhej nga njësitë e Slavko Aleksićit. Gazetari kroat thot se për këto krime ka raportuar edhe më herët, por që sipas tij hulumtimet janë injoruar nga institucionet gjyqësore. 1995 and 1996. Në vitet 1995-1996, Agjencia për Hetime dhe Dokumentim në Bosnjë dhe Hercegovinë nisi hetimet për safari njerëzor dhe ato udhëhoqen nga Dževa Dugljan, zëvendës drejtori i agjencisë. E takova në maj të vitit 1996 dhe ai më tha se po drejtonte këto hetime, madje më tha se kishte arrestuar një shtetas italian i cili i kishte dhënë shumë informacione, por fatkeqësisht në shtator 1996 Dževa Dugljan u vra në Sarajev. Ai u ekzekutua në qendër të qytetit pranë makinës së tij dhe nuk dihet se ku përfunduan këto dosje. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i ka muar këto akuza, duke thënë se kur nuk ka mbajtur pushë në dorë.
Mediat italiane raportuan në fillim të tetorit se prokurorët në Milano kanë hapur një hetim ndaj shtetasve italian që thuhet se kanë paguar shuma të mëdha parash forcave serbe, në mënyrë që gjatë rrethimit të Sarajevës të mund të ishin snajper të fundjavës dhe të vrisnin qytetar për argëtim. Familja Sefedini nga Slatina e epërme e Vitis, tash e 4 ditë është një kuqire e 2 mysafireve të veçanta, që nga e hëna në konakun e kësaj familje janë duke qëndruar 2 vajza nga Bosnja. Amna Muharemovic dhe Amina Ručić nga Sarajeva për afër një javë të rrinë të kjo familje kosovare. Mirëpritja që kanë marrë u ka lënë përshtypje këtyre të rejave. Na kam pritur shumë mirë kur kemi ardhur, me njëherë na kam pranuar dhe na kanë thënë të ndihemi si në shtëpi. Kemi dëgjuar për Kosovën fal disa filmave dhe serive dhe disa familjarë të mi kanë qenë në Kosovë me punë. E gjithmonë kam pasur qejf të vizitoj këtë qytet, por nuk e kam pasur rastin. Janë disa dallime të vogla, e nga ëmbëlsirat unë dua më së shumti baklavën, e baklava këtu është shumë më e mirë se në Bosnja. Ato kanë rrëfyer për TV1 për shtypjet e tyre gjatë kësaj vizite në Kosovë. Kohën e kalojmë super, sepse kalojmë me kulturën e tyre dhe qytetet përreth. Gjuha e tyre më duket shumë e rëndë. Gjithçka ka qenë e veçantë për mua, e më interesantja ka qenë Prishtina si një qytet i plot. Ushqimi është shumë i ngjashëm me tonin, baklavat janë shumë të ngjashme me tonat, kam provuar trileqen, ato janë super të mira. Valentina Sefedini, e cila ka planuar t'i mirëpres në familjen e saj, këto 2 të reja, ka treguar se si po kalojnë së bashku me mysafiret nga Bosnja. Po kalojnë shumë momente të mira bashk. Po lëshojnë vallë shqiptare, me mësu, me këcy, dhe ato të një këtësesh për në lëshojnë vallet e Bosnjës. Printe me i kam pritë shumë mirë. E këtu për disa ditë është duke qëndruar edhe shoqja e Valentines, Erda Zuka. Kena biseduar pak për çështjen e luftës Kosovës e Sarajevës, që kanë përbashkët, edhe dje që na kanë prekazi, ka ardhur interesant për neve, edhe kanë kallëzuar ditë që edhe këta kanë pas shumë keq punën në luftën në Sarajevë. Muharemovic dhe Ručić janë në mesin e 13 nxënësve nga Bosnja, të cilët kanë ardhur në Kosovë. Të gjithë këta janë strëhuar nëpër familjet kosovare në Viti. E të njëjtën, këta nxënës nga Bosnja u pritën edhe nga kryetari i komunës. Ne kemi partneritet me komunat gjermane, sidomos me Kirhojnin, që tash jemi do bashkëpunu, edhe nivel lartësimor, edhe me komunat krahote të tjera. Por bashkëpunimi me nivelin e shkollat mesme profesionale me shkollën e Sarajevës, një shkollë dhe me rëndëmej, vërtet ka qenë tepër interesante dhe vepruese. Pas kësaj vizite, edhe nxënësit nga shkolla Kongresi i Manastirit në Pozhëran të Vitis pritet të shkojnë në Bosnjë. Rrugën e morën drejt varrezave të Gllana-Sellas së Drenasit. Kështu të dielën qindra qytetarë mblodhen në lagjen Topilla të këtij fshati. Krejt kjo për t'ju dhënë lamtomirën e fundit Behar Topillës. Ky fundi ndërroi jetë të martën në Suedi pas një sëmundje të rëndë. Topilla ishte mbjetuar i vetëm i masakrës së Shavarinës, ku forcat serbe vranë mbi 40 civil shqiptar. Ceremonia fetare për varrimin e Behar Topillës filloi në ora 13. E për familjarët dhimbja ndarjes nga më i dashuri i tyre ishte e madhe. Në emrin e tyre Burim Beqiri tha se Behar Topilla i tregoi botës se ushtria serbe po udhëheqte operacione shfarosëse ndaj shqiptarëve. Behar, ti ishe dhe do mbetesh një dritë e gjallë, një thirrje për drejtësi dhe nderim. Zeri yt, historia jote dhe guximi yt do të jetojnë për te i kohës. Pushon e paqe o dëshmitari rrugës e lirisë. Me të praneshmet u ndanë edhe përjetimet e Topillës, kur ky i fundit si 19 vjeçar i mbjetoi njerëz nga masakrat më të rënda të luftës. Behari, pas asaj masakre ku i shpëtoi vdekjes për një fije floku, arriti të tërhiqej deri tek ne në pishat në mes shatrave qikatove vjetër, Globar, Shkab dhe Verbas. Aty ishim të vendosur disa grupe të ushtrisë shtrimtare të Kosovës. Pikrisht aty Behari mori ndihmën e parë.
Ferki Karaxha nga batalioni i parë i brigadës 114 Femi Ladrovci tha se UÇK arriti ta ruante dëshminë e Topillës. Me vënën për sjelljen ushtarake, Behari përshkoi rrugët e Maljev, rrugët e luftës derisa arriti në Maqedoninë e hershme. Ushtria shërimtare e Kosovës, përveç detyrimit të saj, ndaj çdo shqiptari e bëri këtë për ta ruajtur dëshmitarin e gjallë të njëri prej masakrave më të mëdha të organizuar ndonjëherë nga krimet serbe. Behar Topilla ndroi jetën në moshën 45 vjeçare, ndërsa historia e tij u bë një orë në botë përmes gazetës amerikane The Salt Lake Tribune me titullin I mbijetuari I vetëm. Dhjetra gjyqe për krime lufte zhvillohen në departamentin special në gjykatën themelore në Prishtinë. Kundër të akuzuarve për krime të luftës, dëshmojnë para trupeve gjykuese dhjetra dëshmitar. E për t'i dhënë epilog rasteve të krimeve të luftës, si thelbësore konsiderohen dëshmitë e dëshmitarve. Kohëve të fundit kemi parë që kryesisht janë dënimet apo aktgjykime dënuese dhe sigurisht që trupi gjykues I ka vlerësuar besueshmërinë e këtyre deklaratave në ato raste kur deklaratat nuk kanë qenë bindëse apo arsyetimet e aktgjykimit nuk kanë qenë bindëse, shkalla e dytë I ka kthyer në rast se nuk gaboj këtë vit 2 raste në rigjykim. Përkundër gjitha vështirësive përgjatë këtyre muajve janë zhvilluar edhe disa seanca në gjyqe që po zhvillohen në mungesë të akuzuarve. Kjo e mundësuar me ndryshimet ligjore vlerësohet se ka rritur edhe efikasitetin e organeve të drejtësisë. Kjo është një rrethon përjashtuese për shkak të pamundësisë, pavullnetit dhe mungesës së gatishmërisë së fqinjve tonë verior për të vendosur drejtësi për këtë çështje kaq humane. Prandaj kodi I procedurës penale tashmë ka filluar të zbatohej dhe kemi një efikasitet, le të thosha edhe të policisë, por edhe të prokurorisë përkatësisht të departamentit përkatës në drejtim të hetimit dhe ndjekjes së këtyre veprave, pavarësisht faktit që ka kaluar një kohë relativisht të gjatë. Së fundi Shaqe Lutfia I akuzuar për krime lufte u dënua me 10 vite burgim nga shkalla e parë e gjyqësorit. Në dhjetor të vitit të kaluar, këta bëzëllëk elektronik nisën të vendosen të personat e dyshuar për dhunë në familje dhe viktimat të kësaj vepre. E vetëm në periudhën kohore janar-shtator të këtij viti, 30 personave ju vendosën pajisje të tilla. Të gjithë këta persona janë të gjinisë mashkullore dhe të gjithë kanë qenë të përfshirë në raste të dhunës në familje. Gjatë kësaj periudhe të monitorimit, reagimi I policisë në raste të shkeljeve ka qenë I menjëhershëm dhe është vepruar në përputhje me kodin penal të Republikës së Kosovës. Për momentin në rajonin e Prishtinës ka më së shumti persona në këtë lloj monitorimi. Kjo po mirëpritet nga isheprori I policisë Refki Morina, I cili thotë se ka efekte pozitive në uljen e rasteve të dhunës në familje. Është duke përdorur bazë të rregullave edhe në mënyrë profesionale, për arsye se ajo vepron në bazë të një GPS-i e cila vendoset dhe do të thotë personeli është I trajnuar në mënyrë që të reagojnë në rastet kur ai jep shenjë se sulmuesi po I afrohet viktimës. Prandaj është I suksesshëm, por gradualisht profesionalizmi rrjedh me praktikën e vazhdueshme të pjesëtarëve të policisë së Kosovës, sidomos të departamentit për dhunë në familje. E nga rrjeti I grave të Kosovës thonë se është lajm I mirë monitorimi elektronik I të gjithë personave të dyshuar. Ka shumë raste të rasteve të dhunës në familje që nuk janë duke u vendosur BLZ-kët, nuk është duke u dhënë vendimi prej gjykatave për me vendos byzylykun edhe për mbikëqyrje më të mirë të zbatimit të urdhrave për mbrojtje. Ky vendim I vendosjes së BLZ-këve na vjen si rrjedhojë e vrasjeve të grave të cilat kanë qenë me urdhër mbrojtje duke filluar prej Diana Kastrati deri te Hamide Magashi. Këtë javë në Kosovë është bërë hapja e fushatës 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore.